jemi shumë shok. Është e Unë flas çdo gjë. rëndësishme tek familja tjetër duket që ti ke plotësuar një mungesë shumë të madhe nga familja tënde biologjike, familja jote e vërtet. E përmend edhe në nisje të rrëfimit tënd Dona, që ti sot me babain tënd biologjik nuk ke asnjë lloj komunikimi, ke ndonjë peng që të shoqëron sot në lidhje me babain? Nuk kam asnjë peng. Tentova 2 herë, sepse siç janë femrat, mos më ngeli pishman, se ndoshta ai ndodh ndonjë gjë edhe të ngel si se takova, po nuk kam asnjë lloj pishmani. I vetmi i humbur në gjithë historinë është babi im. Asnjëri nga ne nuk ka humbur gjë. Ndoshta ne kemi ato traumat edhe i kemi edhe sot e kësaj dite. Do kishte gëzuar mbesat, do kishte gëzuar fëmijët. Nuk është traumë që një çift të ndahet edhe mos duhen më. Traumë është që ti të mos flasësh më me fëmijët e tu. Ai jeton jashtë. Jeton jashtë? Do unë bëj gati 20 vite që nuk flas me të. Nuk flet me të. Dhe më vonë mbas martesës tënde dhe ata të dy u ndanë, apo jo? Ato ndanë kur unë gati linda kam qenë shtatzon me gocat. Ishte gjëja më e mirë që mund të bënte. Edhe kur ato janë ndarë, unë jam të çliruar plotësisht si fëmijë. Sepse besoj që të ka shoqëruar edhe frika, për nënën. Më shoqëronte gjithkohës fakti që do vriteshin në moment. Në momenti që ato janë ndarë, unë këtë gjën e kam uruar shumë më përpara që mami të ndaj. Po me mamin, pa ma kishte shumë traumë pjesën e ndarjes. Me mamin i kam mirë. Mami më është njëri i ftohtë, nuk është se ka treguar ndonjëherë dashuri që të përqafoj. Ndoshta ka bërë jeta, ndoshta ai shkak, nuk di të ta them të. Çfarë të dhëm sot nga marrëdhënia që ti ke? Marrëdhënia e munguar, mund ta quaj me nënën tënde. Do më kishte pëlqyer fakti që siç e kam me gocat e mia që jemi shumë shoqe, më ka munguar shumë dashuria. Ke përmendur në rrëfimin tënd që ka momente që mami të krahason me babain tënd. Si ndihesh? Ka momente që mami krahason. Të thotë që i ngjan babit. Dhe pse mendon që e bën? Unë nuk mendoj që mami e kupton atë që thotë. Dhe nuk e kupton faktin se sa shumë rënd mund të më vi mua që më krahason me personin që ajo sot e urren. Domethënë, ideja se si mund të ngjaj unë në sytë e saj kur më thotë i ke ngjarë atij, nuk e di. Nuk e di kë vret më shumë, domethënë, ato apo mua. Me vllai ke marrëdhënie? Kam. Edhe ai është rritur në një ambient, në një familje shumë toksike dhe me shumë trauma. Si është reflektuar kjo në martesën e tij, në jetën e tij, në familjen që ka ndërtuar? Mendoj që ai ngjan babit, ai ngjan realisht babit. Pavarësisht se mami nuk e pranon këtë gjë. Më dhimbsen fëmijët shumë. Ka 2 fëmijë. Unë kur shikoj që ato mund të kenë sherr dhe kam rastisur aty. Gjëja që më janë dhimbsur ka qenë fëmijët. Thjesht ka qenë si deja vu. Si e përpjekur ndonjëherë ta vësh me shpatulla mbas murit? Unë jam përpjekur shumë herë ta vë me shpatulla pas murit, po besoj që ai i ka vesa. Dhe përsa ku njeriu pi, nuk është konshient në gjërat që bën. Dhe është më shumë punëtor, shumë i mirë, ama në moment që pin kthehet totalisht si babi. Nëna jeton me vllain apo jeton më vete? Po. Jo, jeton bashkë. Kur vllai ka këto sjellje, si reagon nëna? Mami im është mësuar me këtë situatë, nuk është se i bën patjetër që mbon krahun e nusës, se nuk është normale sjelljet, po që... Dona, pse ti sot doje ta ndaje historinë tënde me ne? Thjesht për guximin që kam. Ndoshta ka gra në të njëjtat situata që ndonjëherë ndjen të mbytura, pa pikën e shpresës. Ka dritë në fund të tunelit nëse ti do ta shikosh. Ama duhet shumë kurajë, duhet shumë guxim. Dhe mendoj që ëndrat kur nuk vdesin, nëse sa do të jenë fshehura diku aty te sektari, do ta gjesh mënyrën që ti kapësh. Para se të kaloj tek mendimi i Jonardës, me të cilën unë ndaj këtë kolltuk, ku ne përveç bisedës zhvillojmë edhe terapin, kam edhe një pyetje të fundit për ty, Dona. Çfarë do t'i thoje sot vetes tënde të vogël në shkallët e shtëpisë, duke qenë e vetmuar dhe me mendime për vetvrasje? Do ta përqafoja shumë. Nuk do t'i thoja asgjë, thjesht do ta përqafoja shumë.